aq let mund të jep ato deklarata dhe të kaloj aq let sikur që ka qenë po një deklaratë ashtu, po që nuk është marrë seriozisht në asnjë mënyrë nga kryeministri Kurti. Dhe mendoj që kjo nuk është një deklaratë e thjeshtë që kryeministri thotë s'kam çaj bën një deputet. Ministri, gjykata speciale është një gjykatë e krijuar me aktakuza të prokurorisë së Serbisë e me sponsorizim të Rusisë në krijimin e kësaj gjykate. Dhe kushdo që mendon me marrë drejtësi, çfarë do të qoftë për kësaj gjykate, është ty bander Serbisë e Rusisë e jo Kosovës. Okej, a muna me ndërprej me inkuadru Ganigecin për ta sqaruar këtë situatë. Përshëndetje Gani. Përshëndetje, si je? Falenderoj shumë që u inkuadrove në mision. Jo, më thirret jo dhe unë e qela telefon. Shumë mirë ke bo. Po të falenderoj që pranove mu inkuadru në mision, jemi live në mision, po diskutojmë deklaratën e Fatos Gecit dje, edhe u përmend një deklaratë e juja që keni thonë, pra nuk di nëse është e vërtet kjo, që keni thonë që atë fjalimin e Fatosit e ka lexu, pra dikush ja ka dhënë vetë vendosjes atë fjalim me lexu. Nëse pas një analize dhe asoj që e kom pa në televizion. Po. Sepse mund të ma qeli telefonin, po ka folë me vllau të me nautën. Kush ka folë? Fatosi, aja ka dhënë dhe një amen. Po. Po, ty po të parasysh që nuk po jam i saktë, unë kur nuk jam i saktë, s'moj me thonë në diçka pa e vërtetu. Po. Duke lexu fjalimin, kthehet në anën e majtë dhe këshyrt i parë. Pra ti po thu që deputeti vetëvendos ja ka dhënë Fatosit çat pjesë me lexu. Po. Edhe do të thotë duke lexu fjalimin, kthehet në anën e majtë dhe këshyrt i kanë edhe këshyrt si të kesh. Se dia ke po. Po e kom pa, po nuk e kom kuptu situatën edhe nëse është e vërtet kjo që po thu ti që e ka lexu fjalimin e dikujt tjetër. Ata ja ka dhënë dikush. Dhe tash se sa është e vërtet kjo, vetëm në të ardhmen me u pa dhe me azi. Dëgjom, ata atë mlefin kundër atyne që ka shkruar komunikatën tanë se non dhe të antarët familjes tonë, e shfrytëzon dikush për interesa partijake dhe personale. Dhe me në fund distancohet nga fjalimi që ja kanë dhënë vetë. Kjo me pengoj ma shumë ti dhe u inkuadrova kur e mora veç këtë fakt. Okej. Për çka? Ndërsa sa i përket atyne që po flasin rreth gjykatës speciale që jo gjykatë e Serbisë, atëre ata që e kanë bërë këtë gjykatë janë deputetë e Kosovës, nuk janë deputetë e Serbisë dhe pjesa dërmuese ose shumica e deputetëve janë PDK-s. Po e qartë, thjesht mora për të... Më të katrojmë këto që me deputetë e Serbisë, sepse deputetë e PDK-s e kanë votuar dhe një peja që kanë votuar. Çka mendon ti? Çka mendon ti për deklaratën e Fatosit? Pra, pavarësisht që po thonë që është e dikujt tjetër. Deklaratë individuale, edhe ka përmend veç një individ, nuk e ka përmend kërkan tjetër aty, ashtu që kanë. Po. Sepse u që ke më konën, për parim gruda nuk u kohen që ke. Baba i ti u konë, po jo për parimi. Në dhe që për parimi, në 7 vjeç u konë këtë luftës. Për parimi u konë i klasë me qikë u konë i rirë për parimi. Një klasë u konë me qikë temë, me marikorën nuk konë i klasë. Dhe një shtyr që li ndonë të apatir. Unë e kam respekt për parimi se unë jashtë zakonisht i mirë i ligjeve dhe jashtë zakonisht i mirë i kushtetutës dhe jashtë i kodit penale dhe kodit procedurës penale. Edhe e din për parimi jashtë zakonisht mirë që qatë do të thëtë me e bo një gjukat dhe gjukat me mordi kanë me gjuku. Do më thonë, ne nuk jemi fajtor pëse e gjukat funksionan, sepse e ka përmu këtë vend i Kosovës me të dy vota. Si dhe që tjetë? Po. Dikur gëzohet, u gëzohu kur vra dikush. Kanë shti kalash për tjetë në mbrojt hasin taqin. Kur mu kanë blagu shok të mirë, kur im blagu në dhe mu kanë vra shok. Dikur gëzohet kur dërjohet dikush. Për shembull u gëzuan aty atë ditë ata familjarë gëzuan kur i dënohet Berosi. Po. Prandaj kjo nuk lidhet fort me diskutimin, por lidhet me ato që ata që e kanë dhënë djalimin dhe e kanë shfrytzuar mllefin e një familje kundër komunikatës numër 5 salon. Ata janë më poshtë se vetë ata që kanë bërë vetë. Po. E qartë. Dhe propozon për komunikatën 5 salon. Apo kupton çfarë po të thonë? Po të kuptoj qartë. Po që
që po ta shpjegoj një insert. Një gazetori ju ma badhonu një letër një herë në kuvend Kosovës kundër Fatme Limës. Edhe tha, lexoj që të lirë të në kuvend. Ishte shkruar me anglisht dhe ishte drejtuar gjitha ambasadave të Republikës Kosovës dhe posaçërisht ambasadës amerikane. Po. Edhe kërë thash, unë nuk lexoj letra fuja. Unë pja çej Fatme Limës si letër atë ka dhe që ma ka dhënë. Edhe ja shkova Fatme Limës që thash, ky ma ka dhënë se ky të mëshitet se polimin jo keni era. Po mu ma dha letër, unë nuk i thash atina nuk lexoj. Letër me mor vetë lexoj, por në letra fuja nuk lexoj. Si do të tja? Okej, Gani. Të falenderoj shumë që u inkuadrove edhe që e sqarove këtë situatë. Po duhet të sqaroj edhe ne. Ai që ja ka dhënë që pretendoj që është taj. Po. Është njëri afërt i Glau Konjusës së realtin kurti. E më s'po jep. Për pjevojnë se nuk bëjmë sigurt të më koni sigurt apo kujdes ja dhoma. Ani, kur t'ja gjesh ramën ka dhënë. Valloj se sigurisht. Ubo, Gani të falenderoj. A di për hirë koreksis, për hirë të asoj që ata i në distancu, se si kur mës t'ishin distancu ata, levedeja. Nuk ishe deklaru. Si kur mës deklaru. t'ishin distancu ata, unë s'kisha me full. Po ata që i në distancu, ja ka dojë distancu, kjo ma gjupi. Okej. Falenderoj shumë, Gani, mirë pofshim. Respekt. Leo Koronci, nëse na japën një minutë me komentu. Do më thonë, kjo që e sqaroj Gania, mendoj që e hop një kapitull 3 të këtij debati, që ka pra një projekt partijak, që shkruhet në zyrat e partisë e fjalim, s'është më tashti çështja me një deputet, na e kemi thonë atë mendim për ato, tash është çështja me një parti që ka shkruar një fjalim, edhe ka kërku cili o deputeti, që mundet mu... Nëse është e vërtet kjo që pretendon. Natash, pse mos me besu ngjarjen që tregojnë vetë personazhet e me besu tash dikujt tjetër. Nëse është ka shpërdorur që të mos. Pra, një parti politike e jep një deputeti me që kjo debat tash për partinë, jo për te individit është për partinë që ka një program me thonë gjëra të tilla. Edhe me përdor njerëzit në situata caktuar me thonë që lexoje që to lexoje ato. Kjo është jashtë. Kjo duhet më sqaruar se është shumë po ne është s'ka kush farë baze me një vlerësim në mimika në kuvend, nuk du të vetë deputeti me deklaru nëse ja ka vënë dikush kush, edhe nëse ka lexuar një deputet një deklaratë të tillë, pa vetdije, du të me dërzu mandatin, se me çikash ndjeshmëri, me lexu kush do çka tjetër. Po, nuk është rol deputet me lexu çka të japet. Nëse s'u bën që si e kompetent për punën tonë të cilën e ke marrë me fraskush të tonë. Kena po situata në kuvend ku deputetët ju kanë ardhur fjalimet e shkruar. Është vërtet, po jo në çështje përmbajtje. Çka përmbajtje me çështje këtë tjetër, cilën sigurisht i takon vetëvendosjes me sqaru, nëse e vlerësojnë, po ideja që kena po. Po edhe nuk duket e palogjikshme kjo që po e thot. Nuk duket e palogjikshme. Nuk duket e palogjikshme, marr parasysh që ka bazë që thotë, do të thotë kanë shfryzuar mllefin e familjes Geci ndaj komunikatës pas të nënë, edhe ky deputeti i ri, i Fatos Geci, mund të jetë fund lehthitje, e ka marrë të gatshme që ato, ka shfryzuar qatë mllefin, edhe e ka lexuar një deklaratë të tillë. Na e dim që shumë herë që i përmenet i kanë dhënë gazetarët me SMS aty ka duçja me fol në kuvend. Çfarë tema me fol? Kanë me sulmu, madje edhe statusa në Facebook kur me qitë, ka tregu Deuna Mihali. Ajo që ka ndodhur dje, të më dhënë kalon nivelet, e mundet me shku deri tek hasmëri mes familjeve